Humb 53 vjeçari në Delvin, familja kërkon ndihmë për ta gjetur. Për herë të fundit u pa duke ecur për në Sarand. Familja e Polo Shkrepës, 53 vjeç nga fshati Rusani i Delvinës, ka denoncuar se ka humbur kontaktet me të që prej ditës së djeshme. Sipas familjarëve të 53 vjeçarit, ai është parë për herë të fundit në Delvin, ku ka pirë një kafe dhe më pas është larguar me furgon në drejtim të Sarandës, që nga ai moment ata nuk kanë mundur të komunikojnë më me të, ndërsa telefoni i tij rezulton i padisponueshëm. Rasti është denoncuar dhe në polici. Familja u bën apel qytetarëve që mund ta kenë parë Polo Shkrepën ose ata që kanë informacion për vendodhjen e tij të ndihmojnë për gjetjen e tij.